Në qytetin e Prizrenit, në kineman Cineplex, u mbajtë premiera e filmit Mundie, një film aksion shqiptaro-amerikan i shkruar nga një shqiptar, Ilir Luma. Producenti i filmit, Fatmir Bardhoci, rrëfeu përpaskenjat e filmit, projekt i parë shqiptar që u gjërua në Hollywood dhe aq më shumë një film që flet për historinë, traditat dhe kulturën e popullit shqiptar. Filmi është gjëruar edhe në Kosovë e Shqipëri, tha ai. Filmi Mundie ka qenë një film jashtëzakonisht i vështirë. Jo si çdo film tjetër që fillon sot edhe mbaron mas një muaji, mas 2 muajsh, por edhe pse është gjëruar në 6 vende të botës, ja arritëm që të nxjerrim një histori shqiptare, traditat shqiptare, vujtet e shqiptarëve, të njihen në gjithë arenën ndërkombëtare dhe kjo histori shqiptare të shkojë në arenën më të lartë të filmit në Hollywood. Kanë qenë vërtet shumë histori të dhimbshme për t'i paraqitur në film dhe nuk është e lehtë që kur të merresh me histori të vendit tënd ti mbarosh ashtu siç don, sepse kërkohet shumë emocion. Mendon që do jenë ashtu siç don ti, do jenë ashtu siç i don publiku, apo do t'i paraqesim siç janë reale ngjarjet e filmit. Dhe në këtë film ka shumë ngjarje të vështira. Është periudha e komunizmit, kur kanë qenë krime makabre që popullsia jonë në Shqipëri, në Kosovë, ku trohet shqiptare, kanë dëgjuar dhe janë mësuar me këto krime të komunizmit, por kur dalin në arenën ndërkombëtare u duken krime makabre, krime kundër njerëzimit. Dhe krime kundër njerëzimit jo nga një pushtues, krime kundër njerëzimit nga njerëzit tuaj. Dhe ne kemi pas fatin e keq që kemi pas drejtues të shtetit tonë, shqiptarë të cilët kanë kryer krime kundër njerëzimit ndaj popullsisë së tyre. Në film është përfshirë edhe skena e varjes së poetit Havzi Nela, një ngjarje që producenti Bardhoci e ka parë kur ishte 14 vjeç. E pranishme në premierën e filmit, Lavdia Nela tregon emocionet e përjetuar pas shikimit të skenës së varjes së bashkëshortit të saj poet. Kam pas emocione të dhimbshme, edhe me lote kam lotuar shumë. Si ishte skena atë në film? Ato që pe? Ishte shumë e mirë, po për mua kam pas dhimbje shumë. Sepse unë si sot prapë më duke si kur përjetoj me Havzin. Pavarësisht ai nuk jeton fizikisht, por unë falenderoj regjisorin edhe skenaristin Kuksian, Fatmir Bardhoci, i cili me forcat e veta, me ato halle probleme në Amerikë me bën një film nuk ka lehtë. Unë i falenderoj artistët amerikanë dhe shqiptarë që kanë marrë pjesë në këtë film, sidomos për poetin. Si kur e kanë marrë ashtu, edhe bile edhe më mirë e ka përshkruar dhe e ka treguar. Jetën edhe veprën, figurën e Havzi Nelës, ai e ka ngjallë Havzin, pavarësisht ai nuk jeton, po me materiale që ka vënë me filmin, ai e ka ngjallë Havzin, e ka ngritë shumë lart. Ndërsa kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, përgëzoi ekipin për këtë sukses të madh dhe theksoi se Prizreni do të mbështesë gjithmonë projektet që ngrenë lart emrin e shqiptarëve si faktor stabiliteti. E mirë presim, e kemi dhënë kontributin tonë për atë që kemi pas mundësi që ky film të realizohet, sa do është fat që jemi këtu edhe do të prezantohet përpara publikut kosovar, por gjithsesi le të themi se ky vetëm është një fillim, kurse në të ardhmen do të vazhdojmë me bashkëpunime të tilla, do të promose edhe më të mëdha, sepse Prizreni me historinë e vet, me traditën e vet, me infrastrukturën e vet, ka çka për t'i ofruar industrisë kinematografike, kurse historia jonë, tradita jonë ka shumë tema të cilat mund të trajtohen për të na njohur bota edhe më mirë, për të na njohur gjenezën, traditën, historinë, sepse kjo pastaj do të kontribuonte riafirmimit të vlerave tona kombëtare, nacionale, po edhe shtetërore në arenë ndërkombëtare, sepse kemi nevojë për gjëra të tilla. Unë them me përgjegjësi të plotë edhe pse vetë jam politikan se arti edhe kultura na prezantojnë më mirë se sa politika. Vlerësime për filmin dha edhe drejtori i turizmit dhe zhvillimit ekonomik të komunës së Prizrenit, Ramadan Tarashaj. Kjo për Prizrenin është shumë e rëndësishme dhe kemi fat që premiera e këtij filmit në qytetin tonë, sepse është një qytet i kulturës dhe qytet historik, kështu që ne jemi të privilegjuar që mahet ky film dhe jemi të gëzuar shumë për atë arsye dhe presim edhe filma të tjerë të jenë në qytetin tonë, siç edhe ka me qenë pas ca muajve edhe filmi tjetër që
lidhet me luftrat në Kosovë. Filmi Mundie është filmi i parë dhe i vetëm në historinë e popullit shqiptar që është prodhuar në një nivel të tillë dhe me aktorët më të njohur të nivelit hollywoodian dhe botror si Michael Peyer, Eugenia Kuzmina, Eric Roberts e gjithashtu edhe James Bond, i cili luan rolin e Joe Biden.